Zëllimi këte nga ky krau për këtë eventin e rëndësishëm. Si tha pak më parë, unë zgjodha mes presidentit Trump dhe vajzës ti, zgjodha vajzën, Ajo Ivankën, po gjithë lindat i kishte dhënë tuf, vetëm që t'ishte pak aty ke pozicioni Vjosa Osmanit afër Trumpit që t'i jepte dorën. Nga zëdhen edhe me sigurime të vetën, se e tha dhe ky, mendojnë që na kanë vënë halt mal neve. Në halt sot jemi ne si pas tyre, që do votojmë një propozim, një ftesë të presidentit Trump. Po pse që e kemi në hall? Në hall jeni ju, më zi. Ju me këtë, të parin, që e ka emrin ashtu si që ja thash, Niko. Edhe kur merr masa, shif edhe si reagon ai, që e ka emrin fix si që ja thash. Ne me presidentin Trump kemi qenë edhe kur ky dilte ke CNN-i e vinin që deklaronte se presidenti Trump është turpi i qytetërimit, që madje kërcënonte se po zgjidhej presidenti Trump, ky do prishte marrëdhëniet e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara. Ne kemi qenë me presidentin Trump, edhe kur ky korruptonte me Gonigalin, që sot është i dënuar në Amerikë, edhe për ato aferat kundër presidentit Trump. Ne kemi qenë me presidentin Trump kur ky ishte dashnori ose dashnorja e Alex Sorosit. Është prapë sot, po ka frikë ta tregoj. Ne kemi qenë me presidentin Trump edhe kur votuam këtu kundër ligjit Soros për gjoja barazin gjinore. Ne kemi qenë gjithmonë me presidentin Trump. Ky përdridhet ashtu si që thash unë, dhe është në hall në fakt. Ne kemi qenë me Shtetet e Bashkuara që në 91-shin, që në 90-ën, kemi qenë dhe atëherë kur ky merrte me përbuzje dhe para gjithë mediave hidhte me përbuzje flamurin Amerikan në mënyrë demonstrative që ta shihnin që ky pa i hidhte simbolin më të rëndësishëm që kanë sot, e krenarin më të madhe që kanë Amerikanët. Kemi qenë me presidentin Trump dhe me Shtetet e Bashkuara. Edhe pak kohë më parë, kur u arrestua Maduro dhe i vetmi politikan, jo lider, politikan që nuk e hapi gojën, ishte ky. Nuk foli, as nuk e përmendi. Me presidentin Trump ishim ne. Me Shtetet e Bashkuara kemi qenë dhe jemi ne. Edhe para pak kohësh, kur ky e kërcënoi, se të thuash që ky kërcënon Shtetet e Bashkuara, domethënë e kërcënoi se po nuk u bashkuan me këtë, ky shkon nga Kina, që Kina këti vazhdimin e dini vetë. Pra ne nuk jemi në hall fare, në hall jeni ju, në hall është ky, dhe në hall të madh bile. E para e tregoj hallin me gjithë të që bëri, kur mori një ftesë që i kishin marrë 10 vende tjera dhe ka një javë nuk e lëshon nga dora. E tund, e tregoj hallin e tij, po një hall që e dinim gjithë, sepse ky është kreu i narkoshtetit. Ta ti që vetëm një javë më parë ja bëri qartë sekretari i shtetit, ja transmetoi dhe ambasada këtu. Është kreu i narkoshtetit që detyron qytetarët e tij të emigrojnë, të ikin nga vendi i tyre. Vetëm emrin nuk i kishim vënë deklaratës
ambasada e Shtetet Bashkuara. Emrin e vini ju këtu në fakt. Dhe me që dolëm tek emri, Niko na thej që do merrnin përgjigje, po s'morëm asnjë përgjigje. Unë bëra një pyetje. Qëndrimi jon u bë i qartu, lidhur me pjesëmarrjen e Shqipërisë në të bord. Unë bëra një pyetje, po sigur të thyej qafën nesër ky, që e keni vënë me emër në marrëveshje. Si do ja bëjmë? Do mbledhemi prap? Shkon Belinda. Po pikërisht pra se ky që kishte zgjedhur mes presidentit dhe vajzës tij, sot ishte me Belindën këtu. E thash, do i kishte dhënë gjitha, vetëm që t'ishte pak atje. Po në fakt ishte këtu me Belindën se ky është vendi i tij, i natyrshëm, nuk mund t'jetë do të në vend tjetër. Edhe shpejt do jetë në vendin që i takon tamam tjetër. Prandaj edhe njerë nuk jemi në hall, është ky në hall. Sepse si që thash pak më parë nga vendi, ky është mësuar të përdridhet. Është mësuar të përdridhet. Edhe sot është në hall, kujt t'ja japi? T'ja japi motrës Aleksi apo presidentit Trump? Nga ta kthej, kujt t'ja japi? Është halli i madh ky. Se edhe i Aleksi, edhe ai është akmarës, janë akmarës ata. Prandaj është në hall ky, dhe nuk jemi ne në hall. Ne kemi qenë dhe do t'jemi aty ku kemi qenë gjithmonë, pa patur asnjë hall. Ky shohim si do i zgjidhë këto hallet. Edhe në Davos kam përshtypjen mund ta ketë pas edhe këtë merakun se e kap Aleksi me një cep edhe kush e di që ndodh aty po. Kjo është çështje dytësore. Unë vetë personalisht thash qëndrimin e grupit e morët vesh, unë sa t'jetë emri i këtij këtu në çdo vend nuk do ta votoj, pavarësisht qëndrimit që kam. Ai për atë e ka vënë emrin dhe për arsye tjera, unë me nder nuk votoj dot një dokument, një letër që ka emrin e tij sipër. Edhe lajmëroj edhe këta, Niko, këta bodyguard të Ramës që të paktën kur shkojnë banjo, mos vine të mbrojnë kryeministrin, sepse ju a thash edhe aty, unë sa herë del Rama apo ndaj tjetër këtu, më vjen të shkoj atje. Kaq ishte arsyeja pse mos krijoni incidente kot. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën